Vjosa Osmani ka pasur për më tepër se 22 vite kontribut në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Aty është formsuar politikisht, natyrisht. Aty ka kontribuar në ngritjen e të gjitha kapaciteteve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka qenë jo një ndarje, po ka qenë një përjashtim për teke personale të një kaste të vjetër politike përbërëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila tani më nuk është në përbërje në këtë strukturë. Andaj, nuk mund të themi gjë tjetër përveç që me të vërtet, po kthehemi në shtëpinë tonë aty ku kemi kontribuar gjatë, aty ku e kemi vendin, aty ku kemi qenë edhe ideologjikisht si parti, ideologjikisht si e djathtë, qendrës së djathtë, dhe natyrisht kjo nuk mund të komentohen ndryshe përveç që me të vërtet një pranueshmëri dhe një organizitet, si të themi. Ka pranueshmëri nga leadershipi, zoti Meta, po ka edhe zëra goxha kundërshtues edhe për këtë bashkim. Zonja Hikmete Bajrami, Abdullah Hoti, edhe tjerë që kanë folur kështu në publik. Është e pritshme dhe e pranueshme kur brenda një partie politike demokracia ka pozicionin qendror, natyrisht që është e pritshme që mund të ketë, por të gjithë këta zona janë me të vërtet në të armën mendoj që duhet të shndërrojmë në kritika të përmirësimit, të cilat do të fuzionohen dhe do të janë si simbiozë e përparimit e krijimit të një impakti pozitiv brenda Lidhjes Demokratike. Ju e dini që nëse në parti tjera nuk ka zëra të tillë, nuk ka gëzim të tillë për të shprehur të gjithë mendimet e veta, natyrisht në LDK ekziston ky fenomen dhe është shumë i mirë, e pasuron LDK-n të shprehurit e lirë e mendimeve, dhe këto mendime dhe këto zëra të pakta që munden me qenë kundër, nuk kanë qenë refuzues. Zonja Osmani është duke u rikthyer, mbetet shihet për këtë pjesën refuzues, sepse disa nga ata që refuzonin kthimin, si zonja Hikmete Bajrami, e cila thoshte nuk ka qenë në studime që të rikthehet pa pas një sqarim, e tjerë që kërkojnë edhe kërkim falje, nuk është se janë duke u deklaruar, s'po flasim pra për ta derisa s'po deklarohen, por që është e mirë. Nuk e di, mbetet shihet. Që është ruajtje e kohezionit të brendshëm, për shkak se Hikmete Bajrami mund ketë edhe interesash brendshme, sepse përndryshe mund edhe të përjashtohen, sikur zonja Osmanin të kaluarën. Profesoresha Hikmete Bajrami megjithatë, ju e dini që është nivel akademik dhe asnjëherë nuk është për të prishur kohezionin dhe harmoninë e brendshme. Mundet me pas mendimet e veta të cilat i ka pasur publike, por në këtë kohë natyrisht do të jetë edhe në të mirën e profesoreshës Hikmete dhe të gjithë neve që Lidhja Demokratike po kthehet në pozicionet e saj dhe aktivizimi, nëse më lejon të them, që aktivizimi i Vjosa Osmanit përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës natyrisht një herë për gjithmonë do të stabilizon skemën politike në Kosovë. Se s'duhet ta ketë zoti Kurti presidenti Vjosa Osmani. Po nuk e di, mund ta pesnjat, po çfarë të keqe ka bërë për çfarë është një e keqe që i ka bërë Albin Kurti ose shtetit të Kosovës? Albin Kurti duhet ta tregoj këtë pjesë në raport se pse nuk do. A di si është puna? Nga kandidatët të cilat i ka propozuar, të cilat janë miq të mi natyrisht, edhe të gjithë janë më pak se Vjosa Osmani. Dhe do thotë kjo që vetëvendosja më pak në shkuptim. Po në pak të vlerës, të karizmit, po cila është vlera, se për shembull te intelektualizmi është e diskutueshme kjo gjë. Zoti Konjusa për shembull është intelektualisht nuk është më dobët se zonja Osmani, për shembull, çështje interpretimesh. Nuk është ekuivalent me Vjosa Osmanin. Në shkuptim. Por të dijes, cilat janë parametrat po ju këtë? Çfarë kjo presuve? Merrni një fletë të bardhë dhe sipas dëshirës juaj apo kushtetutës paraqiti 5 kriteret që duhet të ketë një kandidat që të jetë presidenti i Republikës Kosovës. Ja kriterin e parë po ju ajap. Kriteri i përfaqësimit ose i unitetit. Për shembull, zoti Konjusa është më pak polarizues se zonja Osmani, që po guxoj unë të lëshohem në atë që nuk do duaj si gazetar. Nuk është e vërtetë. Si nuk është e vërtetë? Absolutisht jo. Zonja Osmani ka pasur polarizime të mëdha me PDK-n sidomos, por ka pasur edhe me parti tjera. Po edhe Glau Konjusa ka pasur polarizime të tilla. Po, vetë pozicioni i tij, pozicioni i tij ku ka qenë në kuvend ka pasur pozicion më të butë. Po pra. Po në rregull pozicioni i tij ka bërë një pranueshmëri të tillë, një pozicion të tillë. Dhe aktualisht
ju e dini që jam objektiv edhe në politikë dhe mund t'i them edhe të metat, nuk është problem, por aktualisht, aktualisht nga të gjitha figurat të cilat janë diskutuar nga vetëvendosja për të përfaqësuar, për të marrë pozitën në presidencë, të gjithë mendojnë që Vjosa Osmani ka qenë... Mendojnë të gjithë, për shumë, PDK-ja nuk ja ofronte as në nënshkrimet, as për krajen. AK-ja nuk ja ofronte as në nënshkrimet, as për krajen. AK-ja nuk ka qenë. AK-ja ka pas diskurse që ne në cilën do formë duhet të kemi institucionet e Kosovës, qëfare do që do t'jenë ato dhe veçtëm të mos shkojmë në zjedhe. Pse nuk është po? Pse nuk opozicioni zonës Osmani një pragmatizm i pastër politik? Tash, pragmatizmin politik është ka njerë dhe i pashmangshëm, se dhe zoti Kurti ka synimet e ti politike, si që kanë gjithë. Por pse gjithë shka që po bëhet këtyre ditëve, nga zonja Osmani, nuk është i menduar vetëm për te vetës saj, a ka kuptim kjo pyetje? Jo, nuk është, pse po thua kështu? Po ju pyrë, sepse gjithë aja thështë që është në interes të Republikës që unë të jam presidente. është e vërtet. Po shumë e vërtet. Si mund të thuash për vetën, ashtu zëtë? Po në këto kriza globale, në këto kriza të cilat kanë qenë, në këto konflikte, në këto gjithë të luftat të cilat po bëhen, në për Kosovë në për mbarë botën, dhe kjo pranëshmëri e Vjosës në arenën ndërkombëtare, natyrisht ne kemi pasur nevojë për këto hapje dyrësh në momentet që këso herët ki nevojë më thirr në telefon, s'ka pas nevojë Kosova për këtë çështje? Është pak reduktim kjo sa të thirr telefon. Jo, po jo. Është e rëndësishme çfarë mund të arrish, se besoj që nuk jeni duke menduar që zonja Osmani do të zgjidhte çështjen e Gazas. Pavarësisht që jemi partner me qartë, po nëse ndonjëherë nëse Kosovës është e papërfillshme. Po nëse CNN e BBC ka thënë që këto kriza mund të prekin edhe Kosovën atje dhe mos të vizitohet Kosova, natyrisht e një edhe duke e pasur parasyshe sa post blo që tu shtarak janë rreth kufirit me Serbinë, të cilat rreth 47, dhe natyrisht një sigurit të tillë dhe një afërsi të tillë të Kosovës me partnerin më strategjik, me partnerin që ofron sigurin botnore o burr. Donald Trump nuk është presidenti i Amerikës, është presidenti i krejt botës. Natyrisht do t'jesh ke pikë strategjike dhe siguri. Interpretin juja, ai nuk është presidenti i krejt botës. Po vrehet që nuk është presidenti i gjithë botës, nuk mund t'jetë. Nëse jeni duke i përcjellur, raportet e tij me Bashkimin Evropian janë shumë të cenueshme, janë shumë të lëndueshme, janë shumë mirë, po është figura më dominante në Kosovë, si mund ta mohosh? Si më dominante, si mund ta pozicionin e Amerikës. SBA-t nuk janë të zotët e kësaj bote? Nuk janë të zotët. Donald Trump nuk është presidenti i Amerikës, është presidenti i krejt botës. Natyrisht do t'jesh ke pikë strategjike dhe siguri. Interpretin juja, ai nuk është presidenti i krejt botës. Po vrehet që nuk është presidenti i gjithë botës, nuk mund t'jetë. Nëse jeni duke i përcjellur, raportet e tij me Bashkimin Evropian janë shumë të cenueshme, janë shumë të lëndueshme, janë shumë mirë, po është figura më dominante në Kosovë, si mund ta mohosh? Si më dominante, si mund ta pozicionin e Amerikës. SBA-t nuk janë të zotët e kësaj bote? Nuk janë të zotët e kësaj bote, janë superfuqia, por ata nuk dominojnë. Po ka ndikim shumë të madh aty. Patjetër se ka ndikim, vetëse këtë kuptim, po janë superfuqia numër 1. Absolutisht. Dhe natyrisht që ne kemi kërkuar që me të vërtet Kosova ka nevojë për një president të tillë, nga kandidatët e tjerë të cilët janë paraqitur, e cila ka bërë një prezantim dhe pikërisht për shkak të këtij prezantimi, të tjerët që janë një inferior në raport me to kanë filluar që të mos japin. Kujt po ju referoni të tjerët që janë? Po partia në pushtet, tashun ajo është e ditur. Se nuk duhet të përzihen dëshirat dhe faktet sa tha Kurti. Dhe natyrisht krijimi këtyre krizave institucionale të cilat jemi për më tepër se një vite ne her pa qeveri, 20 muaj realisht krizë. Her pa parlamente, her pa qeveri, tash edhe pa president. Do thotë është basaduar gjithçka dhe natyrisht kërkohet nga presidentja që të vije dhe të merret me politikat partijake tani më. Edhe njerë po them, dhe ky angazhim i saj është
shumë i mirë për tërë qytetarët tonë. Pse është i mirë është mund jetë për LDK-n, po pse është i mirë për shkak se do ta stabilizon, po e them, krizën politike, diferencat kaq të mëdha politike mes partisë së parë dhe të tjerave të cilët janë tek ne. E vërtet ka diferenca, besoni që ju tha deni në 30%. Pra ju po synoni ta merrni elektoratin e vetëvendosjes apo jo, sepse aty ka shkuar për LDK-s në vetëvendosje. Absolutisht, ne do ta marrim, do ta ngjallim edhe elektoratin e fjetur të Lidhjes Demokratike të Kosovës në një, në dy do të marrim elektorat nga vetëvendosja dhe në tre do t'i marrim të gjitha ata të cilët kanë votuar vetëvendosjen për shkak të Vjos Osmanit. Okej, po me çfarë, cili e di ndoshta është herët për ju, por ja, do jemi sot një muaj saktësisht në proces zgjedhor duke votuar 30 ditë, cili është slogani, pra për çfarë, se këtë pyetje do e kem për gjitha partitë, fakt duket e pak edhe pa kuptim të mbajtja. Më thirr të hënën ta tregoj. Ditën e hënë. Po. Është e njëjtë, mund t'ju thras sërish, mund t'ju ftoj, por ju du ta keni një pak a shumë. Po, kjo është java ku kristalizohen gjithçka, bashkëpunimi jon, marrëveshjet tona, funksionalizimi jon. Jo pyes për emra, po ju pyes për çfarë do dilni para. Ka dal. Si do e kërkoni? Alo, s'ka fillu fushata. Dhe që janë dhe të më 30 ditë. Po shumë na jemi të... Si duke politikanët keni atë shumë komoditet për të pritur? Jo, unë më pa që erda të kjo i lodhur, për nga angazhimet e mija të cilat i pata në teren nga mëngjesi, më beso. Duke mos i lanë anash ato profesionalet, por kemi pasur takime nga mëngjesi i hershëm ashtu. Dhe këto na jemi duke punuar, natyrisht. Por unë me gjithate, nuk mund të flash të për sloganet. Ju kuptoj këtë pjesë, por një pyetje e pashmangshme është edhe nëse arrini 30% të votave në rastin më të mirë. Po jo, ju lutem, vetëm lejeni ta shtroj pyetjen. Se nështë është më shumë, nështë është më pak. Vetëm ta shtroj pyetjen e besoj do e kuptani që nuk është qëllimit nxjerr emra, numra, por pyetja që kam është edhe me 30%, Albin Kurti me 51% nuk arriti ta zgjedhë presidentin. Si do ja bëni ju me 30%? Pastaj ta zgjedhni dikë që nevojiten 80 vota. E pashmangshme është kjo pyetje, zotë Mila. Po natyrisht ne do të bëjmë bashkëpunim, është e pamundur të formohen institucione në një demokraci të shekullit 21, të formohet të bëhet këto monarki. Është e pamundur që një parti të kërkon përkatësinë e 3 pozicioneve të ketë të përvecuara. Është e pamundur, natyrisht që do të bëhen bashkëpunime, do të bëhen koalicione. E rëndësishme është që do të ketë funksionalizim të institucioneve të Kosovës. Është më e rëndësishme që do të ketë kryeministre të Republikës Kosovës, apo kryeministre. E rëndësishme është që do të ketë presidente të Republikës së Kosovës. Të lutem, tendencat, jo e dini që ne, ky shtet është formuar mbi 3 koncepte të cilat i ka thënë edhe Ibrahim Rugova. Liri, pavarësi dhe demokraci. Lirinë e kemi pa, e kemi fitu me gjak e me laps. Gjithashtu pavarësia është krijuar me mund e ujitur me gjakun edhe të dëshmorëve tonë, dhe ne vetëm demokraci tash kemi të tentuar për ta stërkequr dikush, dhe në gjë të tillë nuk do ta lejojmë. Në Kosovë duhet të ketë edhe demokraci. Duhet të ketë edhe pluralizëm politik. Dhe duket absurd, dhe nuk është frikë, dhe nuk duhet të ketë kërkush frikë të bashkëpunoj me parti politike. Të gjithë jemi ne aty shqiptarë. Mirë thënë.